për vendin tuaj. Presidenti Trump e ndjen që kryesorja për votuesin amerikan është ekonomia. Ajo që flitet është sa e përballojnë njerëzit të paguajnë për mortgage-in e bankës, për benzinën, për qiran, për ushqimet, dhe duket se një pjesë e madhe e amerikanëve mendojnë që Trump nuk po realizon premtimet e tij. Dhe kjo është dhënë nga pollet, sidomos nga Fox News, kanal ultra i djathtë. Ndaj Trump është detyruar të dalë përsëri në skenë tek mitingjet. Ka qenë në Pennsylvania, në një kazino, nuk kanë qenë shumë se 2000 vetë, ndaj mos i duket habi që Berishë si dalin 700-800 vetë, ose lapajt 50, nuk ka rëndësi numri, ka rëndësi mesazhi.